Në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës tajnë ka ateruar avioni i parë. Në fluturimin certifikues të pistës së aeroportit, sipas mediave në Tiranë, i pari që ol ishte avioni privat i Begjet Pacollit, kompania e të cilit ishte pjesë e konsorciumit që ndërtoi këtë aeroport. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama uroi qytetarët për funksionalizimin e një tjetër aeroporti në këtë vend. Falenderoj në mënyrë të veçantë grupin e ardhur nga Kosova, që janë këtu të pranishëm, dhe të shpreh besimin se kjo shqiponjë dykrenare që është krijuar në trupin e aeroportit të Vlorës me burime njerëzore nga Kosova dhe nga Shqipëria do ta ngrejë shumë lart emrin e këtij aeroporti. Teksa foli për përfitimet që do të ketë vendi, sidomos fusha e turizmit nga aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, Rama preku edhe sfidat me të cilat po përballet ai Kuksit. Ai paralajmëroi rinisjen e punës në të. Një kompani e re shqiptare, tani juve të Kosovës do prekeni në mënyrë të posaçme. Një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kuksit. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare. E ish deputeti që në të shkuarën ka mbajtur edhe disa pozita në ekzekutiv, Begjet Pacolli, tha se ky do të jetë aeroporti më i bukur në rajon. Ky aeroport ka tërheq vëmendjen time dhe po thuj se kom shku të flaj dhe jëm zgju me këtë aeroport. E di se kom marrë kritika, do shta për shtyrjen e afateve, edhe pse jemi në kuadër afateve kontraktuale, por si do qoftë ky aeroport do t'jetë aeroport shumë funksional. Aeroporti është i shtrirë në një sipërfaqe prej 309 hektarësh, ka 3.2 kilometra pistë dhe kostoja e ndërtimit është 140 milion euro, për pasagjer pritet të hapet gjatë verës. Me këtë, numri aeroporteve në Shqipëri është rritur në 3.